Është për të qeshur, është e pabesueshme, është e jashtëzakonshme e gjithë përpjekja e korrupsionit dhe pastrimit parave, dikush mori mundimin ta bënte libër si patkeq dhe duke etiketuar si një libër arkitekture në cilin ndodhet në fakt plani për ta coptuar dhe rindërtuar të gjithë Shqipërinë, sigurisht duke përjashtuar nga ky proces shqiptarët, zhvillimin, mjedisin, ambientin, pronarët dhe ligjin rastësisht. Por, mbi të gjitha është shumë zbabitës fakti që e kanë përmbledhur në një libër dhe i kanë vënë dhe kopertinë pale. Dosja shqiptare kanë quajtur. Kam në studio për herë të parë në fakt Semir Korreshin, fizikisht. Mirëmëngjes Korreshi, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për këtë. Gjithashtu do të kemi edhe kolegun ton Sami Neza për një dyshim të vogël që kam. Një dyshim të vockël fare. Neza, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, do ishte mirë të shifja në figurë. Do përpiqen djemtë teknikës ta rregullojmë, po Korreshi është Korreshi me të njëjtën simpati si fizikisht ashtu edhe në rrjetet sociale. Korreshi, tani kjo është shumë e bukur për të qenë e vërtet që kanë atë guxim sa ti botojnë si libër planet e tyre të korrupsionit? Absolutisht, këta nuk, për mua kjo është pak, por është një panoramë të cilën me arrogancë ata vazhdojnë përdita që ndodhë në parlament, patjetër se kanë absolutisht problemin për ta thënë, si që të gjitha inserti që the ti, the vetëm një gjë nuk the, për arkitektët shqiptarë, sepse arkitektët shqiptarë janë ata që kanë dalë jashtë loje. Unë kam shumë miqë arkitekt të viteve të moshës të paralel që ankohen sepse gjithë lekët duke qenë se mos dalin këto llafet, janë këto 60 euro apo 70 euro për metër katror që japin për të marrë këto lekë në këtyre kullave që paguajnë këtyre shtëpitë arkitekturore, hapi parë. Emreja që na ditë emreja. Që më thënë që kjo është kështu e ligjëruar, kjo 60 euro që për metër katror për të bërë gjitha këto tjera. Dhe ky është skandali i parë që duhet të them. Pastaj një sekond për publikun. Ta themi kështu thjesht, Rama lekët i merr që në projekt. Që në hapin e parë me të huajt. Nuk të bëjnë ata asnjë lloj projekti, 60 euro pa 60-70 euro për metër katror. Sidomos kullat mund të jenë shumë më shumë, po ndi këto tjera projektet e tjera, se të gjitha këto projektet e zhvillimit, po nuk që me firmat huaj, nuk fillojnë fare. Nuk të pret ashtë jo, hiç, nuk të më është kriter. Ka kompanit huaj, mërësisht edhe këto kompanit që dalin këto, janë 1, 2, 3, 5, 12 kompanit e huaja. Problemi është që, si ka mundësi që diskutohet, pra ngrihen këto kulla, këto qendra, dhe nuk diskutohet, përse si ka mundësi këta halexhi nuk qëllon, por asnjëherë një halexhi që nuk është diskutuar kur, që të marrë një kull, një projekt, ku di unë të vej për të marrë lendërtimi, unë do të ftoj të gjithë, që të marrë një shtes kati për ata që kanë një kace, do të dërhysh që të thushore, për shikoj edhe një planin, shikoj se ka probleme me ligjin, se këtë për i shtes kati, s'kredi që bëj 20 milion lek për t'i bërë kalamanit tjetër, shtes mbi atë që ka. Jo, për shtes mbi atë që ka në ato 2 dhoma kuzhina të Elbasallie të quajnë projektet, e për shtu i ka tjetër, jo, do hasi një probleme, se shiko, 30% nuk e shfrytëzon do të gjithë terreni lartë. Kurse për këta, do të prishën pronën shtetërore, jepen asete shtetërore, merren privatet. Po absolutisht, me Shqipëria, vetëm kur shikon që vetëm palasti e tjetër të thotë që është strategjik, investitor strategjik, ose po që investimi strategjik mund të jetë me vila private, se vetëm Shqipëri ndodh që investim strategjik quhet kur ke vila private. Se investitori strategjik, se dhe puna Olto Xhashkës të diskursi që u bë atëherë, se thonin po jo, po ai ishte privat. Jo, jo, se investitori strategjik kur merr ka taksa më të ulta në krahasim me gjithë ndërtuesit e tjerë, infrastrukturën ta çon shteti, është detyruar shteti të çojë dhe rrugën, dhe ujësjellsin, dhe kanalizimin, dhe energjinë elektrike, gjithë atje ku të ka dhënë atë vende për investitor strategjik. T'japi mundësisht edhe plazhin, t'japi mundësisht dhe lejen si këtyre të rrethoj me tela, se që pëndot më thënë se në gjithë botën 200 metra nga vija bregdetare është aset kombëtar dhe është i patjetër shtueshëm. Këtu ai thotë, unë do t'i vë rrjet me tela, e du me tel.
nga ata që të vret po të hypësh. Pra mundësisht kur dale kur t'i vete korrent në ditë gjithë gardit ata që edhe paloset njëri, po ka pasi tabela atje thot në fillim që këtu ka korrent. Pra e këtu kështu shteti ka rënë si funksion. Edhe po të shikosh, edhe përveç protestave, po edhe më parë në këtë mandat nuk ka më se do bëjmë diçka për njerëzit. Veçërisht që ka qenë gjithë ky presion i madh, i spaku ndaj gjithë këtyre korruptorëve që janë sot në pushtet nga i pari tek e fundit dosjet që po hapin, këta thonë të paktën o burrë se këta ti majmë kesh tani, ose të mbajmë në hyrje në kat që përfitojmë nga këto leje, ti mbajmë në emër të investitorit, po tani po preferojnë kesh duke qenë se po sekuestrojnë një pjesë e mirë e këtyre asetave, edhe thotë po bëjmë 2 vjet burgësit gjithë tjerë, po pak do dalim me miliona herë të fillojnë të prishin lekë. Se këta s'po prishin dot lekët tani nga trysioni dhe presioni që kanë nga hetimet që dalin si lidhje normale. Shteti ka funksionuar këtu me WhatsApp dhe me sinjal. Do thënë hapur fare, jepja këtij, do ta marri ky, do ta bëj ky, pse s'ja bën këtij tjetrit. Pra, unë them, po të shikosh kush ka marrë fotovoltaik, ku interesa, po të shikosh si po vidhen pronat, po loze me statusin juridik mbi vendosje, ti se merr dot se kemi vendosje. Produktiv njëherë, që po e kaloj klasifikojnë në mënyrë sepse ligji parashikonte që toka duhet ishin improduktive. Tani nuk po pyetet më as për këtë, po e ndryshojnë atje në kadastër si dun vete po e bënin produktive. Ka vendime 1100 hektar në Fier ndodhet me vendime 97-ës kthimit pronave të regjistruar 2024-ës, ka 97-24-ës, ndërkohë që kush ka 2 ditë të kthimi pronave di që atëherë 10.000 metër ktheheshin, janë kthyer 1100 hektar. Pra, e pyes ministri i bujqësisë, jo nuk dim gjë. Po ti ke dhe ministri i bujqësisë ka dhënë me qira këto toka, të tretëve. Si ka mundësi që nuk është pyet as ky treti që e ka me qira, dhe as nuk di gjë as ministri i bujqësisë që është hequr nga fondi i saj një parcel, e disa 1100 hektar. Një qytet. Pse të them një qytet është 1100 hektar, ka kalur, pastaj këto ëndrrallat e tjera, kam disa herë që e kam thënë, është bërë dhe kallëzim penal për atë, sepse ai që i ka me qira patjetër ka bërë dhe kallëzim penal për këtë. Or nuk ka mundësi që mos shikohet kartela, është detyrim të njoftohet ai që Xhiu, në rast se ka një kontratë, pra ose Ministria e Bujqësisë që t'japi okejin që po këtu pronë duhet kalojë, nuk ka si. Kam një kuriozitet. Që u duk sikur ishte një gjë që bëj me vështirësi dhe tani qeveria e tëra, po dhe kryeministri i pari, kanë vendosur të mos marrin parasysh një gjë që të paktën në 35 vite arritëm ta krijonim si traditë pronën private. Pse vendosi që dikur, në veçanërisht 5 vitet e fundit, mos pyesi më për konceptin bazik të pronës private? Unë mendoj, kur kam thënë në përgjithë fillimet e mia që këta ka kaluar në dimension tjetër, këta monedhe ka kaluar realisht në dimension tjetër. Pra po të mendosh që atje njëri normal nuk do të blinte dot i qenev 2 me 2, unë e them sepse një qenev 2 me 2 të gjithë të kullat e Tiranës janë me 6-7.000 euro metër katror, janë 28-30.000 euro. 2 me 2. Pra as qenefin nuk do blinte dot një njëri normal. Pra, imagjino ç't dimensioni kanë kaluar këta sa janë 60 euro për metër katror, sa janë pastaj ti di çokat dhe gjitha lekët e pisa që futen e gjithë to brenda, se aty pastrohen se po të shikosh investime dhe gjitha të tjerat, hapet gropa, shitet dhe rreziku i madh gjitha njerëz sa do dali skandali për gjithë ato që janë kufizuar. Jo vetëm më na takojnë për ditë dhe na thonë ç'a do bëhet me ne. Shikosh rrezikun i madh që paguajnë njerëzit pa sa hapet gropa, sa çohet leja ndërtimit, që bëhet rrethimi, pa filluar gropa kanë filluar shitjet dhe ikin 30% shitjeve. Dhe po të shikosh çudi më madhe që për mua do investiguar, po ja them këtë spakut, po dhe ju si gazetari që të investigoni, po të shikosh ç'a bëhet, lozet me hapjen e kompanive. Shumë prej këtyre pronave në këto kulla blihet nëpërmjet një shoqërie tregtare, se kur themi kompani është fjalë e madhe, se këto kompani dhe 3 veta, një nipti, edhe e marrin e bëjnë si shpenzim për të ulur nga bilanci vet dhe nuk dalin, më thënë dalin kompanitë me 1 euro, blen që regjistrojnë me 1 euro, blen pastaj prona 500.000 apo 1 milion euro, se ku diun në forma lloj ndryshme apo i gjejnë sepse vetë ndërtojnë, vetë janë ata që ka dhënë me lekët me atyre me fajde dhe ajo pronë mund të jetë pjesë e fajdes që ai ka dhënë për ndërtuesin ose për zhvilluesin si mënyra se si pastrohen lekët. Dhe ulin nga shpenzime dhe gjitha këto marrin makina pafund bukura që marrin emra të shoqërive që çfarë lidhje
cili ka një shoqëri për të marrë makinë G-klas, për shembull ose këto Lamborghini atë këto të tjerë me radhë, pra e ulin që eliminojnë taksat, të njëjtë gjë eliminojnë dhe atje. Pra kurse hallexhinët e tjerë, njerëzit e tjerë shkërët, rrinë tani se u sekuestru prona. Se ishin 3-4 palete farmacia dhe për shembull janë bllokuar 160 familje të tjera që thonë ore për investimin pse s'do vazhdoj? Pse s'po vazhdon? Kush do na bëjë se janë zhdukur këta? Janë thonë që ore si do regjistrohet kjo dhe më pyesin se pavarësisht se ka me legalizim, për kush i pyet ata pa u dorovit atje nuk e qëllon dot njëri se thot dalës do vinë investitorëve dini që nëpërmjet telefonatave pavarësisht se ata këtu janë se duket sikur janë kanë ikur por në vërtet këtu janë se dalin lakra të sheshe me njëri tjetrin, por çështja më e madhe, më thënë këtu ka plas cipa që gjithë pjesët që ka shtetërore, këta i quajnë sikur shteti është Edi Rama. Pra, Edi Rama është shteti, dhe Edi Rama nuk është me nocionin, e ka quajtur vetëm si August, se Oktaviani në kohën e lartë mori edhe një titull që quhet August, mbreti zbritur në tokë, ishte titulli më i lartë honorifik që u dha në Romën e Lash, edhe ky e quajnë vetëm perëndi. Pra ky po jep, po zhvillon, po sakrifikon kaq shumë sa po jep këtë të vetën, pra marinën e marinën e Vlorës ata apo të Filipojës, po e jep ky po sakrifikon ky tani për të bërë gjë të bukur, sakrifikon po jep, apo siç po jep këto në qendër të Tiranës, apo siç po jep ku diun, çan gjitha këto, çdo gjë tjetër po sakrifikon Rama këtu. Do të thënë, ai mentalitetin e vet është e quajnë pron Shqipërinë, dhe unë them shqyqy që nuk është puzzle se këtu do kishte heqë çdo të cop, do kishte ngel një grop septike shumë e madhe në Shqipëri për mënyrën se si po e trajtojnë Shqipërinë. Leku, mënyra, se si mbyllet goja, deri dije në prokurorë për gjëra me monedhë të madhe, unë mendoj që kjo i ka kaluar në tjetër dimension. Edhe të keq aq lek sa qarkullojnë me fjalë që dalin nga Kipro, që janë kap në Hong Kong, këto transferime me 1.7 miliard euro, më thënë këto unë nuk arrit të besoj, janë shifra shumë të frikshme që qarkullojnë, sepse do vi një moment, unë e kam thënë, këtu ka ardhur fabrika dylli. Ma beso, makineri që prodhojnë dyll, që për vetë se 500 që vazhdojnë me kile tani shkëmbimi, jo me euro, po i fusin tokë dhe me dyll. Këtë ka shumë monedh ka, prandaj edhe sot euro ka vajt me 93. Dhe kjo ka degeneruar çmimin, edhe shqiptarët vinë vërdall për i kore buks kalojnë do të mujnë. Dhe ne themi, pra ai po të jep tokë shëtrore, po të bën kullën, ndërkohë që ka 30% e popullsisë tu është me pension mizerabël, nuk shton dot muin, dhe ndihma ekonomike është në Lushnjë është 27.000 lekë të vjetra në muaj. Pra 2.700 lekë, si ja thash Peço Jabanxhiu, 30 euro. 30 euro në muaj. Më thënë ti do hysh në Europë. Si hyj në Europë, nuk blen dot një bukë në ditë. Lajmëroj edhe bitën se ai nuk e di sa është asistencia sociale në vende ndryshme. Neza, e para një si gazetar më duket e pabesueshme që ka arritur deliri deri në atë pikë sa ka një menu korrupsioni. Zgjidh vendin dhe projektin dhe pastaj merru me lekë të paguaj aty ku duhet të paguash. Por ekspozimi i këtij dokumenti a e shihni si një zbulim shqiptar apo ndoshta edhe miqt ndërkombëtar të dikurshëm të Ramës tani më po e zhveshin atë pak a shumë si një skenar pseudo-Gruevski? De fakt kjo është një dosje e gatshme për organet e hetimit. Po të ishin të vëmendshëm prokurorët, do të shkonin ose të paktën një prej tyre, i cili mund të jetë edhe mund të jetë edhe ambicioz, se ajo çfarë vëret e prokurorët në Shqipëri në përgjithësi nuk kanë ambicie të mëdha profesionale. Nëse do kishin ambicie profesionale, ndoshta shumë shpejt për një kohë shumë të shkurtër mund të ishin prokurorët me emër, ndoshta do bënin emër edhe në mediat perëndimore, në mediat botërore, për shkak të subjekteve të tilla që ka Shqipëria. Ata do të shkonte një prokuror ambicioz, do të shkonte ta sekuestronte ose ta blinte një herë në fillim, ta gjente ku të ishte kjo Albanian Files dhe ta konsideronte si dosje të gatshme për të nisur një proces hetimor, se është qartësisht i plotëson të gjitha kriteret e kushtet për të trajtuar si një shkelje e rëndë ligjore, penale, për shkak të abuzimit me pushtetin, për shkak të përdorimit të pushtetit për një kategori ose për një grup të caktuar njerëzish dhe për shkak të ekzekutimit të pushtetit në mënyrë personale. Tani, a mendoni se do të sjell kjo pasoja dhe do të ketë le të themi veprime të tjera
ka gjë tjetër pas Albanian Files, apo do na duhet ta studiojmë se çfarë ka aty? Praktikisht tek Albanian Files kemi dy pamje. Është pamja e cila në fakt është ekzekutuar, ka ndodhur, sepse kemi disa prej projekteve të cilat tashme janë implementuar, janë zbatuar në Tiranë, po edhe në Bregdet. Janë produkt i vendimarrjes qeverisë përmes ligjit për investime strategjike, për investitor strategjik. Dhe një pamja tjetër është ajo çfarë pritet të ndodhë nëse do vazhdojë qeverisja e Ramës, dhe është ajo çfarë pritet të ndodhë në Bregdetin shqiptar. Praktikisht Bregdeti shqiptar, zonat më të mira të tij ose zonat të cilat mund të shërbejnë për turistëm, janë planifikuar për t'u dhënë një kategori, një grupi të caktuar njerëzish, të cilët nuk është tashmë e njohin gjithë shqiptarët, dhe ata janë që formojnë atë pushtetin hibrid në Shqipëri, një pushtet hibrid I cili është shumë larg pushtetit normal ose qeverisjes normale, një pushtet hibrid që përbëhet nga financierët të cilët janë kryesisht nga trafiku I kokainës nga Amerika Latine në Evropë, përbëhet nga ndërtuesit ose oligarkët, të cilët janë një grup shumë I vogël njerëzish, më pak se 20-30 individ, të cilët kanë akaparuar gjithë pasurinë publike në Shqipëri, e cila ka vlerën më të madhe të tregut, dhe është pastaj qeveria dhe grupi parlamentar I Partisë Socialiste, të cilët kanë gatishmërinë për të votuar ligje me porosi. Qeveria ka gatishmërinë për të marrë vendime me porosi dhe për të shërbyer kësaj lloji klientele. Meqense është zoti Koreshi në studio, dua të them se për të kuptuar me qartë shqiptarët se me çfarë qeverie kanë të bëjnë, le të kenë parasysh përmbajtjen e Albanian Files dhe përmbajtjen e videove të cilat I ka transmetuar në rrjetet sociale deputeti Koreshi. Këto janë dy pamje të pushtetit në Shqipëri. Pushteti për 30 veta dhe pushteti për gjithë pjesën tjetër të popullsisë është tek videot. Pushteti për 30 veta është tek Albanian Files, ndërsa pjesa tjetër është tek videot e Koreshit, ku ne shohim ndotjen, mungesën e rrugëve, investime të kryera në mënyrë skandaloze, mund të them, siç është investimet në rrjetin e energjisë elektrike apo edhe në shëndetësi. Qartësisht Albanian Files, përtej humori që ju përpiqeni ta pasqyroni përmes saj, ajo është një dëshmi madhe dhe një dëshmi gati në këtë rast gati e pafajshme e Ramës për të treguar se në çfarë mënyrë funksionon pushteti në Shqipëri, qeveria në Shqipëri dhe cilin janë përfituesit e saj real në këtë vend. Tani, pyetja e thjeshtë është, ju jeni në kontakt me publikun, Koreshi gjithashtu, për të dy kjo pyetje. Ne kemi një normalizim të idesë së korrupsionit në këtë vendin tonë, por kur arrin në nivele të tilla që e sheh të gjithë Shqipërinë si në një menu restoranti ku mund të porosisësh çdo llokom që të duash nga atveu dhe sigurisht ta përdhunosh, betonizosh pasi ke paguar atë që duhet të paguar. Mendoni se kanë një lehtësi apo vështirësi shqiptarët për ta kuptuar që Rama dhe qeverisja ka arritur në këto nivele makabër korrupsioni, fatale, se këto janë finale, këto janë iku njerë dhe nuk vjen më. Neza dhe më pas Koreshi. Si është raporti I publikut me një lajm kaq tronditës? Korrupsioni në Shqipëri është endemik. Çfarë do të thotë se korrupsioni në Shqipëri është I shtrirë, është kapilar, është I shtrirë që nga nivelet e larta të qeverisjes dhe deri tek nivelet e ulta të saj. Kjo bën të vështirë në fakt e përballjen me korrupsionin për shkak të asaj që sapo thatë ju, sepse ka krijohet një situatë normale. Si thua, nuk e kemi me korrupsionin ngjarje, po e kemi përditshmëri. Dhe për sa kohë I bëhet përditshmëri, atëherë edhe adresimi I korrupsionit me metodat që adresohet një ngjarje jo ligjore është pak më vështirë. Megjithatë, Albanian Files, nëse shpjegohet në detaje, edhe me njerëz të ekspertizës, me arkitekt, me ekolog, me njerëz të cilët merren me çështje sociale, do të
të ndërtimit të raporteve midis zhvillimit edhe nevojave të popullsisë për këtë tip zhvillimi, atëherë do kuptojë shumë mirë se çfarë është të bëjë një files në fakt. Okej. Shumë në kam konstatuar një gjë shumë të çuditshme, me të thënë drejtën, sepse është një raport shumë i drejtë, por është shumë e çuditshme dhe ndodh. Njerëzit merren me atë korrupsionin që i prek realisht me ato 2000 lekë që i nxjerrin nga xhepi, ku diun të qofte ajo që lanë, të çdo institucion, të gjitha shërbimet e tjera, sepse i dhimbse ta 2000 lekë se nuk i del, sa i bën llogaritë veta që kaq për dritë, kaq për ujë, kaq për bukë, për kafe nuk bëhet fjalë, do vish vërdall, dhe kur i merr ato 2000 lekë që duhet t'ia heqë një nga këtyre kolonave që ka vënë, ndarjes që ka bën, si i man me pikatore këto lekë që do duhet në fund muajit marri borxh për të zëvendësuar dhe për të heqë nga pak, ja bërë më shumë kohën dhe logjikën që të mendoj në master plan. Pra, e ka rrudhur po të shikosh grup moshat e shoqërisë ose ndarjet e shoqërisë që kishin stresat, që i ka bërë gjitha të ultra, se di mësuesi ishte strese mesme, sot do të duhet llogarisë me pikatore se si me dal fundin e muajit apo gjithë një shkallë, një klasë sociale. Dhe ai thot palasa, është një gjë që nuk aksesoj, thot punë e madhe, drejtë dhe hajo, po më japi mua, thot, mjafton të më japi mua që të kaloj muajin 25.000 lekë. Dhe po të shikosh gjithë pleqt me atë 100.000 lekë që e kaloi, që vetëm te akt vendim kundërshtimi ligjin për burg e gjithë qeveria, që ka akt normativ që kaloi lekët para zgjedhjeve të gjithë pleqve, edhe në fund vitit tha pastaj skemi se ja dalim dot, që aty do të ishte gjithë qeveria, gjithë kolegjialisht, sepse i kishin fut lekët për të marrë zgjedhjet. Mi po ajo që bëri, të njerëzit shikojnë atë pragmatizëm të marrim sot, sepse thonë, pse këta që do vinë, do në hapin e 100.000 lekë, me edhe 100.000 lekë se pim rahat. Pra, logjika ka korruptuar në... Pra janë vetëm disa prandaj ka dal duket më pak, thotë pse nuk reago kanë njerëzit në master plan për gjithë to kulla, për gjithë këto. Jo, sepse janë të buka. Dhe buka, duke këta kaq shumë i duan në këto vite fukarence për shtresën e varfër, sa po i shtojmë për ditëm shumë. Thonë, me që ju duam, ne t'ju shtojmë. Dhe shtimi dhe mosdalja dole rrot më rrot për të ngrënë buk, po flasim për ngrënë buk e qytetarëve, bën zbehet ajo çka për te ore njerëzit ka shumë nga fshatrat që nuk konstatoj që se din ku është Tirana. S'ka qenë në Tiranë, e shikojnë aty, dhe ka dhe një gjë tjetër që mund çuditem shumë me madh, dhe kjo është një pjesë që ndodh këtu, po çuditem me shumë miq dhe shok që vinë nga jashtë. Dhe thotë, sa e bukur është bërë. Ore, ja shpjegon situatën. Ha, burr se ju gjithë bën kështu se jeni dy. Po hajde jeto këtu i ditë, edhe të kuptosh edhe një herë, sepse thonë për votën asaj duhet barabartë si unë që duhet përballem këtu për ditë, dhe ai që shikon gjë të bukur. Dhe kjo nuk ndodh, sepse po të shikosh atë gjën e bukur, po ta shikosh nga brenda se si ka ardhur, si është bërë dhe kush e ka bërë, edhe kush janë personat sot, kanë krijuar një stres oligarkie që qarkullon me qarkullim të mbyllur, sa kur vetëm e di kur e kuptojnë ata, kur i futen që marrin dhe domatet, që marrin nga ZBR edhe për domatet, ata oligarkët e mëdhenj, nuk ngopën nga gjithë këto që kanë Tiranë dhe milionat, po edhe të specat e domatet dhe të serat kanë hyrë po ata. Po lërin në rapsira ty e shkedhë se është gjyna që ty të sera, ore naftën e marrin po ata. Ku ka fshatar që ka 3 hektar tokë, sepse këta dhe ligjet që i bëni me llogarit vetë. Më thënë, fiton se njëri që ka me qira, tokën, edhe nuk e fiton ai që i ka të vetën. Ka logjik, ka sens kjo? S'ka sens. Fiton, duhet kesh 3 hektar tokë, pa i që si familjes bujqësore, po 1.2 pra ka, kush ka pas 13 kalamaj që të ketë 3 hektar tokë? Vetëm po të kenë qenë familja bujqësore 13 veta mund të ketë 3 hektar tokë. Po pse s'pas ka i bën 1 hektar? Nuk e punoi soj, nuk ka xhon po i soj ai. Në mos për shumë. Po në mos më shumë. E hoqim naftën që gjoj dalë se nafta se kështu është i muhabet te nafta, dhe sot un di ishte me i kombajn grurit dhe ta dëgjosh kur i shikoj këta Neverin që shkojnë bën fest gruri, ndërkohë që të mbjellat e grurit kanë rënë me 90% në Shqipëri, 90% 3 vitet e fundit. është dramë, 90%, disa 90%, e thot vetë kombajneri, po ta dëgjosh e kam lënë krudo video, thot kombajneri, olla ky kishte 130 hektar vjet, edhe për vjet s'ka fare si vjet. Ai titi para 3 vjetësh mbyll dhe u s'kam fare, i kam lënë kombajnet e tjera që janë më të reja, më të mira për të bërë volum, i kam mbyll se ka më shumë kosto t'i vajis pastaj, po punoj me të vjetën se nuk ka sipërfaqe. Pra, për vetë se këto tokës e të shkur, pra njerëzit janë të halli dhe janë këthyrë ca pjesë, ata që nuk ikin, është se kanë ca kalamaj se do marrim rrugë kalamaj, dhe kjo është fjala e përditshme që përdorin, prandaj nuk ikin, nuk e praktisin, se do shkatërrohet familja. E dyta,
po ndodh një gjë e çuditshme, edhe ky fenomeni pastaj që ndodh që po prishet shoqëria, sepse baba çfarë llogari do t'i kërkojë fëmijës kur ai nuk i jep dot as 50.000 lekë muaj për ta çuar shkollar. Çfarë llogari do t'i kërkojë një vajze ai ose një djali që rrin në Tiranë dhe që ka marrë rrugët e s'ka kontroll dot. Se s'ka kontroll apo se nuk dihet, ai nuk ndihet vet. Edhe ka një shprehje ne që thon, do ta heqësh dinjitetin i burrit xhirë pa lekë pazar. Xhirë pa lekë pazar për 2.000 lekë në xhep, e të shikosh se ja ke marrë fytyrën. Faleminderit Korreshi, faleminderit Neza, mbyllim këtu ka vështirë për ditën e sotme. Kujdes dinjitetin, runi kullën.